Mirëmbrëma, ky është edicioni qendror I lajmeve këtu në Radio Televizionin Ora News, studiot kryesor. Bilancët tragjik nga përmbytjet në Maqedoni mbi 20 viktima shumica shqiptar, shkupi më I prekur e hëna shpallet ditëzie. I riu nga tropoja gjendet I masakruar në landfillin e Sharrës, 17 vjeçari dyshohet se është ekzekutuar të shtunën në mbrëmje. Zbulohet platforma me 12 pika e Partisë Demokratike për reformën zgjedhore, kërkohet shmangja e kandidatëve të inkriminuar, korrupsioni zgjedhor tetohet nga byroja. Shqipëria me çmimet më të larta të biletave për udhëtimet ajrore, shqiptarët paguajnë 50% më shtrenjtë se qytetarët e vendeve të Ballkanit. 1 milion në shesh pro presidentit të turk pas grushtit të shtetit Erdogan deklaron se të gjithë do të jenë të bashkuar si një komb dhe si flamur. Stuia e mbrëmshme e shirave që përfshiu Maqedonin ka shkaktuar një bilanc tragjik me më shumë se 20 viktima, shumica shqiptar dhe disa të zhdukur. Këto janë të dhënat zyrtare, ndërsa media dhe banorët e zonave të prekura flasin për një bilanc akoma më të rëndë. Kreu I Bashkisë së Shkupit e ka cilësuar tragjedi situatën, ndërsa qeveria ka shpallur gjendjen e emergjencës për 15 ditë dhe të hënën si ditëzie kombëtare për nder të viktimave. Mbi 20 viktima dhe disa të deklaruar të zhdukur është bilanci tragjik I stuhisë dhe shirave të rrëmbyeshëm që përfshin natën e së shtunës shkupin e Maqedonisë. Trupat e pajet u gjendën mëngjesin e së dielës rreth orës 8:30 minuta. Viktimat janë nga Haraçina, Hasanbegu dhe Stekovci, si vendet më të goditura nga moti I keq. Disa prej tyre u mbytën në automjete, të cilat u rrëmbyen nga rrjedha ashpër e ujit. Qeveria ka shpallur gjendjen e emergjencës për 15 ditë dhe ditën e hënë si ditëzie kombëtare. Gjatë natës dhe pikërisht në momentin kulminant të stuhisë në kryeqytetin Maqedonas, ra 9.5 cm shi. Kreu I Bashkisë së Shkupit Koce Trajanovski u shpreh: "Kjo është një tragjedi, kur më parë nuk kemi përjetuar diçka të tillë", tha ai. Sipas mediave vendase, ambulanca është thirrur mbi 65 herë gjatë natës, teksa mbi 20 persona janë trajtuar në spital me plagë të ndryshme. Në ndihmë të njerëzve në nevojë dhe me qëllim sensibilizimin e situatës, autoritetet kanë mobilizuar edhe ushtrinë. Ndërkohë 3 fshatra në verilindje të vendit përballen me rrëshqitje masive të dherave, si pasojë e rreshjeve të dendura të shiut. Banorët e lagjes së Hasanbegut në Shkup rrëfejnë orët e tmerrit dhe fajsojnë autoritetet për mosmarrjen e masave. 20 vite që na mastrojnë deputet tanë, kryesit tanë, për një kanal këtu, se pastrojnë asnjëherë. I ndjeri Aslan Selmani, thik edhe që të fitoj deputetet ta rregulloj kanalin. Djala është I vdekur atje, se ne njerë tash kem në autoban atje kena 4 familje vu kena dhonë ndim. Në autoban I kena nxerë, se do me thonë, ashtu kalu uji prej autobanit që ki uji atuar këto, për atje nalt. Por pas tmerrit shfaqen pasojat, dëmet e shkaktuara nga stuhia dhe shiu janë dukshëm të mëdha. Pemë të rëna, çati të prishura, rrugë të bllokuara nga mbetjet e sjella nga përrejt dhe ende shumë banesa në ujë. Ekipet e shpëtimit dhe shtabi I pastrimit të qytetit po punojnë për normalizimin e situatës. Situata ka detyruar Komitetin Drejtues të Qendrës së Menaxhimit të Krizave të mbajë një mbledhje urgjente, ku shqyrtuan masat dhe operacionet për skanimin e dëmeve. Sa kaq edhe Këshilli I Qytetit të Shkupit mbajti në orën 14 një seancë të jashtëzakonshme, ku shqyrtua informacioni lidhur me motin e keq, por edhe masat dhe për llogaritja e dëmeve. Qendra Meteorologjike Kombëtare tha se Maqedonia do të mbetet në ndikimin e lagështirave dhe me mot të paqëndrueshëm. Sinoptikanët parashikojnë vijim të shirave të rrëmbyeshëm dhe stuhive edhe gjatorëve në vijim. Kryetaria e komunës së Tetovës Teuta Arifi në një lidhje telefonike për Ora News tha se autoritetet janë në gatishmëri kryesisht në Shkup, si zona më e prekur nga përmbytjet, por edhe në Tetovë. Sipas Arifit, autoritetet duhet marrin masa pasi rreziku nuk ka kaluar për shkak se priten rreshqe të tjera. Rreziku nga situata e krijuar në Maqedoni si rezultat I rreshjeve nuk ka kaluar ende. Kryetaria e komunës së Tetovës Teuta Arifi në një lidhje telefonike për Ora News tha se autoritetet janë në gatishmëri kryesisht në Shkup, si zona më e prekur nga përmbytjet, por edhe në Tetovë. Nuk ka kaluar derisa nuk e kalojmë edhe ditën e martë, për të parë sa do të jetë domethënë sasi e rreshjeve dhe se çka ka të thot akoma natyra në këtë drejtim. Normalisht që edhe Tetova së bashku me Shkupin të shpallet për zonë krize, për të ditët e ardhshme, që të mos kemi ngadalësime në intervenimet që I bëjmë. Arifi foli edhe për masat e marra nga komuna e Tetovës. Që nga dita e djeshme, kemi lënë prezencën tonë domethënë në të gjitha pikat kritike, kemi vendosur domethënë pikat të ndihmës së shpejtë në qoftë ka nevojë, kemi evidentuar të gjitha rastet
e veçanta të shëndetësore, për shembull në ato vendbanime ku mendojmë që mund të ketë probleme dhe mund të duhet transport i shpejt. Parashikimet meteorologjike flasin që dita e sotme, nata e sonshme, dita e nesërme dhe e pasnesërme, domethënë priten të jenë ditë me reshje dhe vera me atë gabarit të reshjeve zakonisht të shkakton probleme. Kryekomunarja e Tetovës nga ana tjetër tha se duhen më shumë investime për të parandaluar fatkeqësi të tilla natyrore në të ardhmen. Ja, faktikisht në një anë është natyra, po në anën tjetër edhe ne duhet që të punojmë ne individualisht që të ulim rreziqet nga këto fatkeqësi natyrore. Para një viti qeverisë kemi dorëzuar planin e aksionit i cili parasheh në fakt ndërtimin e tendave parandaluese dhe investime të cilat të paktën duhet të ishin filluar të ishin bërë flas për zonën e Tetovës. Autoritetet shqiptare kanë shprehur gatishmërinë e tyre për të ofruar ndihmë për të prekurit nga përmbytjet në Maqedoni. Kryetari i Kuvendit, kryeministri Rama dhe ministri i Jashtëm Bushati kanë shprehur gjithashtu ngushëllimet për viktimat si pasojë e rreshjeve të shiut. Edhe kryetari demokrat Lulzim Basha ka shprehur solidaritet duke kërkuar kryetarëve të djathtë të bashkive të mbledhin ndihma për situatën. Autoritetet shqiptare janë solidarizuar me situatën në Maqedoni dhe kanë treguar gatishmëri për të ndihmuar për daljen nga kjo situatë. Në emër të Kuvendit të Shqipërisë, Ilir Meta në një njoftim për shtyp, shprehu ngushëllimet për viktimat dhe tha se autoritetet shqiptare do t'u gjenden sa më pranë të dëmtuarve. Me shqetësim të madh, trishtim të thellë dhe solidaritet të plot, kam ndjekur situatën e pazakontë të krijuar nga rreshjet e shiut në Maqedoni e veçanërisht në Shkup dhe Tetov. Në këto momente dramatike, unë bashkoj dhimbjen time me të gjithë familjarët e viktimave dhe lutjet e sinqerta për të ndalur me kaq ky bilans tragjik humbjesh. Ngushëllimet më të thella për ta dhe solidaritet me të gjithë të prekurit nga kjo fatkeqësi e tmerrshme natyrore, shprehet Ilir Meta në njoftimin për shtyp. Kryeministri Edi Rama nëpërmjet një statusi në Facebook ka reaguar gjithashtu për situatën e përmbytjeve në Maqedoni. Ai është shprehur se po ndjek me shqetësim dhe dhimbje zhvillime tragjike në Maqedoni dhe se është gati të ndihmojë me gjithçka që mundet. Ndjekim me dhimbje dhe shqetësim zhvillime tragjike në Maqedoni. Gati për çdo gjë mundemi për të ndihmuar vëllezrit, motrat dhe fëmijët tan, ka shkruar Rama. Po ashtu, ministri i Jashtëm Ditmir Bushati ka biseduar me zëvendës kryeministrin dhe ministrin e Jashtëm Nikola Popovski, zëvendës kryeministrin dhe ministrin e Integrimit Arber Ademi, si dhe kryetarin e komunës së Tetovës Teuta Arifi. Në emër të qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama, ministri Bushati shprehu ngushëllimet më të ndjera për familjet e viktimave dhe përcolli solidaritetin e Shqipërisë në këto momente të vështira. Edhe kryetari demokrat Lulzim Basha ka shprehur solidaritet me familjet e prekura nga përmbytjet. Përmbytjet në Maqedoni dhe bilanci tragjik i jetëve të humbura mes të cilëve shumë shqiptar kanë tronditur dhe hidhëruar mbar opinionin publik. Ngushëllimet e mia më të sinqerta për familjet e viktimave, shprehet Basha në Facebook. Partia Demokratike sipas tij ka kërkuar bashkive të drejtuara nga të djathtët të bëjnë gjithçka për të ofruar një ndihmë sado modeste në shenjë solidariteti për familjet e goditura, ndërsa e ka kërkuar edhe qeverisë shqiptare të bëjë të njëjtën gjë. Nga përmbytjet në Shkup kanë mbetur më shumë se 20 viktima, ndërsa bilanci mendohet të jetë më i madh. Qeveria maqedonase ka shpallur gjendjen e jashtëzakonshme për 15 ditë, ndërsa të hënën e ka shpallur ditëzie. Ndërkaq në vendin tonë shirat e mbrëmshëm nuk kanë shkaktuar probleme, specialistët thonë se nga dita e hënë moti do të përmirësohet, edhe pse temperaturat nuk do të pësojnë rritje. Sipas specialistëve të Institutit të Gjeoshkencave, një situatë e tillë do të dominojë deri ditën e premte, ndërkohë që në fundjavë pritet që të rikthehen shirat. Shirat e rrëmbyeshëm të cilët përfshin të gjithë territorin e vendit mbrëmjen e së shtunës, kanë ulur me disa gradë temperaturat. Ekspertë e Institutit të Gjeoshkencave për Ora News bëjnë me dije se duke nisur nga dita e hënë deri të premten e 12 korrikut, situata do të përmirësohet ndjeshëm. Gjysma e parë e javës që vjen, sipas specialistëve pritet të dominohet nga moti i kthjellët, por nuk përjashtohet mundësia që në orët e pasdites të ketë dhe rreshje, kryesisht në zonat malore të vendit, por dhe zonat përreth tyre. Rreshjet e shiut në këto zona parashikohet të jenë të izoluar dhe të shkurtër, por në ndonjë rast edhe intensive. Ndaj për këtë arsye, specialistët e Institutit të Gjeoshkencave u bëjnë apel qytetarëve që përgjatë këtyre ditëve të qëndrojnë larg zonave të cilat rrezikohen nga shirat, të cilat mund të shoqërohen me rufe, breshër dhe erë momentale të fortë. Por kthjellimet e motit sipas Institutit të Gjeoshkencave pritet të zgjasin deri ditën e premte. Ndërkohë, sipas parashikimeve në fundjavë pritet një përkeqësim i motit, pasi parashikohet rikthimi i rreshjeve në të gjithë vendin. Sipas specialistëve të Institutit të Gjeoshkencave, duket se dhe gjysma e dytë e muajit gusht do të karakterizohet nga moti i kthjellët, por jo me temperatura të larta. Duket se tashmë i nxehti afrikan është larguar nga Shqipëria.
Trupi i Pajeti, një 17 vjeçari, është gjetur pas ditën e së dielës i masakruar në landfillin e Sharës në kryeqytet. Policia identifikoi viktimën si Ardit Gjokla nga Tropoja, punonjës në landfill. I riu dyshohet se ka humbur jetën mbrëmjen e së shtunës dhe burime nga grupi hetimor bëjnë me dije se trupi i tij është gjetur i coptuar dhe me gjymtyr të prera. Viktima me doreza në duar dhe me një mushamasi e punonjësve që mbledhin veturinat në terren, dyshohet se është masakruar pas një grindje të çastit mbi të cilën policia po heton. Policia nuk ka përjashtuar as vdekjen aksidentale të 17 vjeçarit. Partia Demokratike kërkon përmes një platforme për zgjedhjet shmangjen e personave me rekorde kriminale nga kandidimi në zgjedhje dhe votim elektronik për të eliminuar shitblerjen e votës. Në dokumentin opozitës reflektohen edhe ndryshimet që sjell reforma në drejtësi, pasi propozohet që korrupsioni zgjedhor të hetohet nga Prokuroria e Posaçme Antikorrupsion dhe Byroja Kombëtare e Hetimit. Pas miratimit të reformës në drejtësi, politika ka përpara sfidën e reformës zgjedhore, për realizimin e së cilës është ngritur një komision i posaçëm parlamentar. Komisioni deri më tani nuk ka prodhuar ndryshime konkrete të kodit zgjedhor, por Partia Demokratike ka gati një platformë për përmirësimin e ligjit elektoral, përmes së cilit synohet shmangja e kandidimit të personave të inkriminuar dhe korrupsioni zgjedhor. Dokumenti i Partisë Demokratike me 12 pika nis pikërisht me zbatimin e ligjit të dekriminalizimit, që siguron që asnjë kandidat me rekorde kriminale të mund të marrë një postë të zgjedhur, po kështu këta individ nuk duhet të jenë pjesë e procesit zgjedhor dhe fushantës së partive dhe kandidatëve, po do kërkojnë që ligji të parashikojë sanksione të forta financiare, përfshirë ndalime nga financimi vjetor apo zgjedhor për partitë që mbajnë funksionet e përcaktuara nga ligji, persona me rekorde kriminale. Një kërkesë e kahershme e opozitës është reflektuar në pikën 2 të dokumentit ku kërkohet votim dhe numërim elektronik i votave për të shmangur shitblerjen e votës dhe për të ulur faturën financiare të procesit zgjedhor. Në këtë pikë, Partia Demokratike kërkon forcim të politikës penale për blerjen e votës. Sipas opozitës, shitblerja e votës, korruptimi i funksionarëve zgjedhor, marrja apo dhënia e premtimit të votës apo mbështetje zgjedhore nëpërmjet ofrimit të mirave materiale duhet klasifikuar si korrupsion zgjedhor. Në këtë kuadër, në reflektimet të reformës në drejtësi, opozita thot se kjo vepër duhet i nënshtrohet hetimit për veprat e korrupsionit nga Prokuroria e Krimeve të Rënda dhe në përputhje me reformën në drejtësi nga Prokuroria e Posaçme Antikorrupsion dhe Byroja Kombëtare e Hetimit. Partia Demokratike propozon që financimi i partive dhe ai për zgjedhje të jetë 100% nga buxheti i shtetit, me qëllim shmangjen e financimeve private nga burime të dyshimta. Opozita kërkon një sistem të saktë adresave të zgjedhësve, por të shmangur votimin më shumë se sa një herë, sikurse vëren me shqetësim se ndryshimet ligjore për regjistrimin e emigrantëve përbëjnë rrezik për të drejtën e votës së emigrantëve, pasi regjistrimi në regjistrin e emigrantëve pasqyll heqjen automatike të tyre nga qendrat e votimit në territorin e Shqipërisë. Në platformë po doje propozime dhe për forcimin e sistemit zgjedhor dhe rolin e policisë në zgjedhje. Prokuroria do të jetë institucioni që do të pësojë më shumë ndryshime nga reforma në drejtësi. Kushtetuta e re ka zbeu rolin e kryeprokurorit, i cili nuk do të ketë më asnjë kompetencë të ndërhyjë në hetimet e vartësve të tij, madje nuk do të ketë të drejtë as të kryejë emërime apo transferime të tyre, të cilat tashmë do të kryhen nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë, ndërsa prokurorët do të vendosin vetë për çështjet hetimore dhe kontrolli i tyre do të bëhet vetëm nga KLP-ja periodikisht. Institucioni që preket më shumë nga reforma në drejtësi është prokuroria. Tashmë ky institucion nga hierarkia vertikale me në krye prokurorin e përgjithshëm bëhet institucion horizontal. Pra reforma ka rrëzuar dy shtyllat e sistemit të deri tanishëm të prokurorisë. Me hyrje në fuqi të kushtetutës, prokurori i përgjithshëm humbet kontrollin mbi hetimin dhe mbi emërimin e transferimin e prokurorëve. Pra e thon ndryshe, posti i tij mbetet thjesht një menaxhuesi administrativ, pa patur kompetencë të futet në hetimin e çështjeve. E vetmja kompetencë që i mbetet prokurorit të përgjithshëm është të përfaqësojë akuzën në gjykatën e lartë dhe gjykatën kushtetuese, si dhe të menaxhojë punën e administratës, ja cila do të jenë kompetencat e kryeprokurorit. Përfaqëson akuzën në gjykatën e lartë dhe çështjet në gjykatën kushtetuese, me përjashtim të rastit kur përfaqësimi bëhet nga Prokuroria e Posaçme. Nxjerr udhëzime të përgjithshme me shkrim për prokurorët me përjashtim të prokurorëve të Prokurorisë së Posaçme. Siguron mbarvajtjen e punës së administratës së prokurorisë me përjashtim të administratës së prokurorisë së posaçme.
propozon dhe administron buxhetin e prokurorisë me përjashtim të buxhetit të prokurorisë së posaçme, raporton në kuvend për gjendjen e kriminalitetit, ushtron kompetencat e tjera të përcaktuara me ligj. Ndryshe nga tani me hyrjen në fuqi të kushtetutës, çdo prokuror do të jetë i pavarur në hetim pa i dhënë llogari e prorëve. Puna e tyre do të vlerësohet periodikisht nga Këshilli i Lartë të Prokurorisë. Kjo strukturë do të jetë përgjegjëse për karrierën e prokurorëve, kompetencë e cila deri më tani ishte në duart e prokurorit të përgjithshëm. Giganti ndërkombëtar Standard & Poor's e vlerëson si të qëndrueshëm zhvillimin ekonomik në vendin tonë. Në listën e rrisjeve në të ardhmen, Standard & Poor's rendit edhe zgjedhjet e vitit 2017, ndërsa reforma në drejtësi vlerësohet se do të japë ndikimin e saj pozitiv. B+ për borxhin afatgjat dhe B për ata afatshkurtër. Ky është vlerësimi që i bën Standard & Poor's financave publike të vendit duke i konsideruar të qëndrueshme. Por giganti ndërkombëtar i financave ngres si shqetësim zgjedhjet e 2017-s, si rrezikun e afërt që i kanoset ekonomisë. Ne besojmë se performanca e qëndrueshme ekonomike e Shqipërisë dhe përmirësimi vazhdueshëm në konsolidimin e saj fiskal do të vijojë, pavarësisht rrezikut të luhatjeve fiskale për shkak të zgjedhjeve të përgjithshme të 2017-s ose presioneve të financimit të jashtëm. Garancia për qëndrueshmëri në 12 muajt e ardhshëm vjen edhe nga marrëveshja që vendi ynë ka nënshkruar me Fondin Monetar Ndërkombëtar për borxhin e qeverisë. Rreziku i borxhit të lartë është zbutur nga marrëveshja me Fondin Monetar Ndërkombëtar, si dhe zgjatja e afatit mesatar të shlyerjes së këtij borxhi. Ne presim që borxhi publik të zbresë në 62% të prodhimit kombëtar, nga 72% që ishte në vitin 2015. Standard & Poor's shpreh besimin se reforma në drejtësi do të japë ndikimet e saj pozitive. Më tej mendojmë se rritja ekonomike me shumë gjasa do të ketë lidhje me përmirësimin e institucioneve, siç është implementimi dhe zbatimi plot i reformës në drejtësi, që u miratua në korrik nga ana e parlamentit. Mungesa e kësaj reforme më parë ka penguar edhe investimet e huaja. Besojmë se implementimi i suksesshëm i paketës së kësaj reforme në institucionet e drejtësisë, përveç se do të përmirësojë klimën e biznesit, do të japë gjithashtu një shtysë të madhe Shqipërisë në hapjen e negociatave për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Kompania pret rezultate dhe nga reformat e ndërmarra nga qeveria, si ajo në qeverisin vendore apo në energjinë elektrike. Qeveria ka ndërmarrë disa reforma vitet e fundit, siç ishin ato të pensioneve, qeverisjes vendore apo edhe furnizimit me energji elektrike. Presim që ekonomia e Shqipërisë të shënojë rritje në një hapësirë 3 vjeçare, ku besojmë se do të jetë mesatarisht 3.7%, duke u bazuar te kërkesa e brendshme që do të kontribuojë fuqishëm gjatë 2 viteve të ardhshme. Ktu qëndron edhe diferenca më të shkuarën, ku eksporti ishte makineria kryesore e rritjes ekonomike. Një milion protestues të ardhur edhe nga qytetet të tjera janë mbledhur në Stamboll në një protestë në mbështetje të presidentit Recep Tayyip Erdogan pas grushtit të dështuar të 15 korrikut. Do të jemi të bashkuar si një komb, një flamur, një atë, një shtet dhe një shpirt, është shprehur vetë presidenti Erdogan për mediat turke. Për të garantuar sigurinë e paradës, të quajtur për demokracinë dhe për dëshmorët, janë mobilizuar 15.000 agentë. Në mesin e turmës janë parë shumë flamuj turq dhe të gjitha simbolet. Në këtë manifestim të madh, presidenti Erdogan është parë të mbërri me helikopter në pjesën europiane të Stambollit. Në manifestim janë parë edhe krerët të 2 partive opozitare, por nuk ka qenë i ftuar kreu i Partisë Pro-Kurde, që është edhe forca e 3 parlamentare. Mediat raportojnë se në qendër janë vendosur 2,5 milion flamuj dhe gjysmë milion kapele dhe 5 milion shishe me ujë. Gara mes demokratëve dhe republikanëve për shtëpinë e bardhë sa vjen dhe ashpërsohet. Donald Trump mbylli një javë të vështirë ndaj rivales së tij Hillary Clinton me sondazhe që lëvizin një herë në favor të Trump e një herë në favor të Clinton. Megjithatë, republikani ka nisur të dëgjojë këshillat e zyrtarëve të lartë brenda partisë që pas humbjes së pikëve me deklaratën ndaj prindërve të ushtarit amerikan që humbi jetën në Irak. Tashmë fokusi i tij është vetëm Clinton. Kandidati republikan për president në Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbylli një javë të vështirë të fushatës së tij, duke bërë atë që republikanët i kanë dhënë porosi, të fokusohet tek rivalja Hillary Clinton. You know, the writers gave her a word.
Arritja e saj më e madhe është mbyllja e problemeve që ka, tha Trump para mbështetësve. Fitoria e Trump më 10 shkurtë e primareve në New Hampshire i mundësoi nominimin në parti, por ai shënoi gjithashtu një avantazh prej 15 pikësh ndaj Clinton në këtë qytet në sondazhin e fundit, përkatësisht 47% me 32%. Trump erdhi në New Hampshire pas një jave të trezuar me udhëheqësit e tjerë republikan, të cilët e kritikuan për deklaratën e tij ndaj prindërve të një ushtari musliman amerikan, i cili humbi jetën në luftën e Irakut në vitin 2004. Nga ana tjetër, Clinton nisi ngjitjen nga konventa e demokratëve, duke shënuar një avantazh ndaj Trump në sondazhet kombëtare dhe në shumë fushbeteja të tjera. Në këtë situatë, tashmë Trump ka filluar të dëgjojë këshillat e zyrtarëve republikan, të cilët duan me çdo kusht fitoren e tij ndaj Clinton, në mënyrë që t'u jap një shans republikanëve të drejtojnë shtëpinë e bardhë. Republikani është fokusuar gjithashtu dhe tek çështja e emailëve të ish sekretares së shtetit. Gjatë javës, Clinton tha se drejtori i FBI, James Comey, kishte deklaruar se ajo kishte qenë e sinqertë me popullin amerikan në përdorimin e emailëve privat gjatë kohës që ka shërbyer si sekretare nga 2009 në vitin 2013. Por kjo deklaratë e Clinton u kundërshtua ashpër nga Trump, i cili tha se Comey kishte arritur në përfundimin se Clinton ishte treguar jashtëzakonisht e pakujdesshme me informacionin e klasifikuar. Qëllimi i tij sigurisht ishte vënia në dyshim e besueshmërisë së saj para popullit amerikan. Ajo është krejtësisht e çmendur, tha Trump, duke shtuar se është e papërshtatshme për të qenë presidente e vendit. Shqipëria, ndryshe nga vendet e rajonit, aktualisht ka çmimet më të larta të biletave të udhëtimeve me linja ajrore. Shqetësimi i shprehur disa ditë më parë nga pasagjerë të shumtë në Oranews konfirmohet edhe nga agjencitë turistike, të cilat theksojnë se në sezonin veror çmimet rriten për shkak të kërkesave të larta, por pavarësisht nga kjo, çmimet mbeten sërish më të lartat në rajon, gati 50% më të shtrenjta. Çmimet e larta të biletave mbeten një nga shqetësimet e pasagjerëve të cilët kanë zgjedhur Shqipërinë si destinacionin e tyre të verës. Agjencitë turistike në vend për Oranews bëjnë me dije se gjatë verës çmimet pësojnë një rritje për shkak të fluksit të lartë të udhëtimeve. Agjencitë turistike theksojnë se një bilet Tiranë-Milano në kushte normale kushton nga 150 deri në 200 euro, ndërsa në muajin korrik-gusht çmimi i saj shkon deri në 400 euro për person. Sigurisht që ka një rritje të konsiderueshme të çmimit biletave. Faktikisht është një problem i vjetër i Shqipërisë, nuk lindi sot. Gjithmonë korrik-gushti është piku i sezonit, duke mos pas asnjë lloj konkurrence në treg. Kompanitë spekulojnë pak me çmimet. Pra, nëse ne një bilet Tiranë-Milano në kushte normale mund ta gjesh me 150-200 euro vajtëardhje, tashmë pa 400 euro është e pamundur. Kjo gjithmonë për faktin që konkurenca është pothuajse inekzistente. Pavarësisht çmimet e larta të biletave, ato janë kryesisht në udhëtimet e pa organizuara, në udhëtimet që janë të pa prenotuara, pra në udhëtimet individuale duke organizuar dhe duke përdorur fluturime të skeduluara, fluturime që janë të programuara edhe të vendosura. Por nëse zgjedh që udhëtimin ta bësh të organizuar në grup nëpërmjet paketave turistike, çmimi i biletës theksojnë agjencitë është i ulët nëse kryen rezervim disa muaj më herët. Kur vjen puna për fluturimet e organizuara nga tur operatorët shqiptar me fluturime charter, këto janë fluturime të mbyllura në avans, të kontraktuara dhe të përfunduara dhe të levërditshme. Madje drejt Antaljes ka dhe subvencione kompanitë ajrore që fluturojnë drejt Antaljes, kanë subvencione nga qeveria turke. Kjo ka bërë që çmimet të jenë relativisht të rejse. Alternative kësaj është udhëtimet me makinë ose udhëtimet me aviona charter të organizuara nga agjenci turistike, të cilët çmimet nuk i rrisin, po i kanë që në fillim të sezonit të njëjta. Përkundrazi ka gjithmonë oferta të minutës fundit. Agjencitë turistike theksojnë se ndryshe nga tendenca europiane, në Shqipëri çmimet janë rritur ndjeshëm muajt e fundit. Sipas tyre, nga Shqipëria drejt Europës, biletat janë minimalisht 50% më të shtrenjta.
Duke vënë në akuzë Ministrinë e Bujqësisë për mosmarrjen e masave për përhapjen e sëmundjes së gjedhit në verilindjet vendit, Partia Demokratike ka kërkuar dërgimin e menjëhershëm të dozave të vaksinimit në zonën e Hasit. Deputetja Mimoza Hadermataj është takuar me banorë të zonës, të cilët janë ankuar edhe për dëme ekonomike që i ka sjellë bllokimi i tregtimit të mishit. Partia Demokratike bën përgjegjëse Ministrinë e Bujqësisë për përhapjen e sëmundjes së gjedhit në verilindje të vendit. Deputetja e qarkut të Kukësit, Mimoza Hadermataj nga Hasi, ku u takua me disa fermerë të zonës, bëri të ditur se qeveria dhe Ministria e Bujqësisë duhet të reagonin më herët në parandalimin e dermatozës nodulare. Ajo i bën thirrje ministrit panariti për dërgimin e dozave të vaksinimit në zonën e Hasit, pasi kjo sëmundje është përhapur në të gjitha krerët e baktive. Dhe një ministri e inexistente që jo vetëm që s'po ju ndihmon me projekte, po s'po ju gjendet afër edhe kur vjen halli te dera. Është kap rasti me shumë vonesë dhe masat po merren me shumë vonesë. Unë do ngul këmbë që ju që do dëmtoheni dhe jeni dëmtuar tashmë me këto bakti që i ka prek virusi dhe duhet i groposni baktitë e prekura, të dëmshpërbleheni. Ndërkohë, deputetës demokrate fermerët i kanë bërë të ditur se deri më tani në zonën e tyre nuk ka ardhur asnjë vaksinë. Ata kanë kërkuar dhe kompensim për dëmet e shkaktuara nga kjo sëmundje, ndërsa janë ankuar edhe për dëme ekonomike që i ka sjellë bllokimi i tregtimit të mishit. Vaksina s'ka ardhur ne. Kam shkuj kam 20.000 lekë ilaçet në Kukës. Ti ja bën gjithmonë, kam gjithmonë të shtëpia që ti bën vetë gjithmonë, s'ka kush i bën. Mora këto ilaçe, sa veproj me këto, se sa është e efektshme, sa jep rezultat, ja lopa po shihni vetë ju. Deputetja Hadermataj së bashku me shefin e Departamentit të Bujqësisë pranë Partisë Demokratike, Enkelida Stallaku, pan nga afër gjendjen e sëmundjes në dy fshatra, Metaliaj dhe Brenog, të rrethit të Hasit. Në teatrin në Skampa në Elbasan janë zhvilluar homazhet në nder të aktorit Demir Hyskja, i cili të shtunë ndëroi jetë në moshën 79 vjeçare pas një sëmundje të rëndë. Të pranishëm në homazhet e zhvilluara në nder të aktorit, i cili mbante titullin Naim Frashëri i klasit të parë, artisti merituar dhe artisti i popullit, morën pjesë të afërm miqe politikantë të cilët vlerësuan figurën e tij. Është përcjell për në banesën e fundit artisti i popullit aktori Demir Hyska, cili u nda nga jeta ditën e shtunë pas një sëmundje të rëndë, e cila e mposhti në moshën 79 vjeçare. Të afërm koleg politikan e njerëz që vlerësonin artin e tij kanë marrë pjesë në homazhet e zhvilluar në teatrin Skampa në Elbasan, në nder të aktorit, i cili gjatë karrierës së tij ka realizuar 24 filma artistik dhe dokumentar, të cilët i mbajnë disa titull të lartë nderi, nga ai tek Naim Frashëri i klasit të parë, në artisti merituar dhe deri tek titulli më i lartë, artisti i popullit. Duke shprehur keqardhje për ndarjen nga jeta të aktorit, kolegët vlerësuan lart figurën e tij, duke theksuar se kjo është një humbje e thellë për botën e artit shqiptar. Humbja e Demirit është shkretë veçantë sepse unë kam bërë shumë role me Demir Hyska. Po Demiri edhe kam ndajë shumë jetë me të. Demir Hyska i përket asaj plejade e cila ka bërë epokë në Shqipëri në artin skenik dhe në artin kinematografik. Ai nuk ishte vetëm krenaria e qytetit të Elbasanit, por ishte krenaria e artit shqiptar. I pranishëm në homazhe ishte edhe kryeparlamentari Ilir Meta, i cili nderoi figurën e aktorit, duke vlerësuar kontributin që ai ka dhënë në kohën kur ishte deputet në Parlamentin e Shqipërisë përpara viteve 90. Çdo parlament mbas 90-s, edhe në të ardhmen do ta kishte përnder të kishte i deputet në radhë të tij, si Demir Hyska, pavarësisht se si do ndihej ai në këtë parlament apo në parlamente të tjera, sepse më duhet të theksoj që edhe para 90-s kemi patur deputet të tillë, të cilët pavarësisht nga koha përfaqësonin realisht popullit dhe përpjekjet e jashtëzakonshme që ka bërë populli për progres në gjitha fushat. Familja humbi njeriu në saj më të shtajtë. Kinemaja humbi artistin e madh. Teatri humbi artistin shumë të madh. Qyteti humbi qytetarin e nderit. Ne humbim bashkë qytetarin tonë. Njeriu i cili dha kaq vlera qytetit të Elbasanit. Për kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha, aktori Demir Hyska është një prej ikonave të kinematografisë shqiptare. Dje u nda nga jeta Demir Hyska, një prej ikonave të kinematografisë shqiptare.
Demir Hyska ndërtoi përgjatë mbi 3 dekadave të jetës së tij artistike një galeri rolesh dhe karakterësh të ngulitura në kujtesën e publikut shqiptar. Ai do të kujtohet përherë si një prej aktorëve më të dashur e të spikatur të plejadës së artë të kinematografisë shqiptare. Ngushëllimet e mia familjarëve, miqve dhe kolegëve të Demir Hyskës u preht në paqe. Demir Hyska lindi në Elbasan në vitin 1937. Përpara se të niste karrierën si aktor në teatrin Skampa, punoi si teknik ndërtimi në vitet 1955-1962, ndërkohë që për më shumë se 30 vite, atij janë besuar nga regjizorë të ndryshëm shqiptar, role kryesore në kinematografi. Disa nga filmat ku ka interpretuar Demir Hyska janë Në fillim të verës dhe vjen një ditë, nëntori i dytë, kur zbardhi një ditë, hije që mbeten pas, fije që priten, mëngjes e lufte e të tjerë. Ka përfunduar në vendin e dytë në baterinë B, aventura e peshngritëses shqiptare Evangjeli Veli në lojrat olimpike të Rio de Janeiros. Shtangistja e cila garoi në peshën 53 kg, griti në total 165 kg në 2 garësh duke u renditur pas japonezes Kanae. Në stilin e shkëputjes Veli realizoi të 3 provat ku maksimumi ishte 75 kg, ndërsa në shtytje arriti të ngrinte 90 kg, ndërsa dështoi në provën e fundit ku tentoi 96 kg. Aktualisht për të mësuar pozicionin përfundimtar të peshngritëses shqiptare duhet pritur mbyllja e konkurimit në baterinë A, ku garojnë edhe më të mirat e kësaj peshe. Konkretizohet transferimi më i shtrenjtë në historinë e futbollit. Paul Pogba është zyrtarisht një lojtar i Manchester United. Juventusi do të përfitojë shifrën stratosferike 110 milion euro, ndërsa francezi do të nënshkruajë një kontratë 5 vjeçare. Titrat e fundit përshkrojnë telenovelën e këtij sesioni të merkatos. Paul Pogba është zyrtarisht një lojtar i Manchester United. Klubi anglez ka konfirmuar se francezi do të jetë të hënën në Manchester për të kryer vizitat mjekësore, më pas do të nënshkruajë kontratën me United. Në portalin zyrtar të klubit britanik qëndroni shkruar hashtagu #PogbaBack së bashku me informacioni në lidhje me testet mjekësore të cilat do të kryhen në klinikën e Manchester United në kompleksin Aon. Paul Pogba thye në këtë mënyrë çdo rekord transferimesh duke u shndruar në lojtarin më të shtrenjtë në historinë e futbollit. 111 milion euro do të kalojnë në llogarinë e Juventusit, shifër kjo që bardhëzint nuk mund ta refuzonin dhe që asnjëherë më parë nuk është shpenzuar për një futbollist. Francezi do të nënshkruajë një marrëveshje 5 vjeçare me klubin anglez, nga e cila pritet të përfitojnë pa llogaritur bonuset e ndryshme, rreth 15 milion euro në sezon. 23 vjeçari është formuar si futbollist pikërisht në sistemin zinxhir të Manchester United për t'u larguar drejt Juventusit 4 vite më parë me parametër 0. Tashmë rikthehet në shtëpi mbuluar me flori nga klubi që reprezentoi në skenat e futbollit evropian.